رحمن رحمن ساعدني يا رحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të serisë së videove në lidhje me intervistat bashkëkohore. Pra, një nga playlistat e fundit që kemi hapur në kanal. Kemi trajtuar në këtë listë videosh vetëm një deri tani, një intervistë. Intervistën e hoxhës së nderuar Sheikh Muhammad Hasan El-Didaw, dhe sot inshallah do të trajtojmë një intervistë tjetër të një hoxhe shumë të njohur në botën islame, i cili është me origjinë nga Libia, por se ka studiuar edhe në Arabi Saudite, edhe në Sudan dhe është njohur domethënë ndërkombëtarisht, jo vetëm në vendin e tij. Është pjesë po ashtu e të njëjtës organizatë islame në të cilën bën pjesë edhe Sheikh Didaw, organizata e njohur si Unioni Botror i Dietarëve të Muslimanëve, dhe është i fokusuar shumë në çështjet e historisë, dhe nga ky aspekt do të trajtohet edhe intervista që kemi marrë në shqyrtim, dhe quhet Sheikh Ali Muhammad Sallabi. Ky autor është një prej autorëve më kryesor referencë për mua personalisht, por dhe për shumë studentë të tjerë në fushën e historisë, ndonë se ka njohuri nga të gjitha fushat e fesë, dhe ka shkruar në gjuhën arabe deri tani rreth 60 libra që flasin për rëndën e historisë, një pjesë së cilave ka filluar të përkthehet në gjuhën shqipe, dhe këtë e kemi përmendur edhe në seritë e videove që kemi bërë rreth historisë, madje i kemi marrë edhe për t'i përkthyer një pjesë të librave të tij, dhe një pjesë janë përkthyer tashmë me shkrim dhe janë botuar në gjuhën shqipe për afërsisht rreth 10 libra ose ndoshta diçka më shumë. Shpresojmë që edhe me të tjerat të vazhdoj puna në të njëjtën formë, ndërsa ne në projektin e librave kemi marrë përsipër që këtë gjë ta realizojmë edhe me video paralelisht me tekstin. Ndërkaq, pika e parë e intervistës për sot thotë: prezantimi i temës së intervistës, pra a do të shohim së shpejti khalifatin sipas metodës profetike sërish. Kjo ka nevojë për një hyrje të vogël, si temë. Së pari, me termin khalifat nënkuptojmë shtetin islam i cili ka zëvendësuar periudhën profetike, pra që ka ardhur mbas periudhës profetike, ajo fazë që ka ardhur menjëherë më mbrapa largimit të profetit sallallahu alaihi wasallam në këtë botë. Ajo emërtohet në lëndët e fesë dhe të historisë si khalifati sipas metodës profetike. Fjala khalifat ka lidhje me zëvendësimin, dhe fjala khalif, që është kryetari i këtij entiteti, është personi që zëvendëson dikë tjetër në pushtet, dhe shqyrtë kështu sepse Ebu Bekri radiallahu anhu, shoku më i ngushtë i profetit sallallahu alaihi wasallam, e ka zëvendësuar atë në drejtimin e muslimanëve mbas vdekjes së tij. Ndërkaq, në hadithet profetike përmendet që khalifati është një prej fazave të historisë së këtij ummeti, pra të popullit musliman në botë, dhe do të jetë faza e dytë edhe për nga radha kronologjike në histori, por edhe për nga rëndësia dhe për nga drejtësia e madhe që ka gëzuar, por në të njëjtën kohë diçka ngjashme me këtë do të jetë edhe në fazën e fundit të këtij ummeti para se të bëhet kiameti. Dhe duke qenë se shumë dietarë konsiderojnë që ne aktualisht jemi në fazën e parafundit të asaj që përmendet në hadithe në lidhje me historinë e muslimanëve, jemi në pritje të fazës së fundit, dhe kjo fazë e fundit emërtohet shpeshherë me termin el khilafetur rashide, që do thotë khalifati i udhëzuar në gjuhën arabe. Dhe në lidhje me këtë dukuri është ftuar hoxha që të mbajë ligjëratën e tij dhe të përgjigjet pyetjeve të intervistuesit. Pra tema është, a është e afërt kjo gjë apo nuk është e afërt? Pika e dytë thotë: intervistuesi i emisionit Arabi Post, ky është emisioni në YouTube në të cilin është ftuar hoxha,
E prezanton Hoxhën si specialist të historisë dhe tefsirit, tefsiri është shpjegimi i Kuranit, dhe e pyet në lidhje me ngjarjet aktuale në botën arabe, sidomos ngjarjet që po ndodhin në zonën e Shamit, në Palestinë, në Siri, në Liban, në këto zonat me trazira. Paqëndrueshmëria e disa vendeve në lindjen e mesme, veçanërisht Palestina e tjerë. Pika 3. Hoxha e fillon përgjigjen duke treguar që kjo botë është e ngritur mbi përplasje ndërmjet forcave të ndryshme mes njëra tjetrës. Dhe në lidhje me këtë, ai i referohet argumentave nga Kurani dhe Suneti që tregojnë që e mira dhe e keqja do të përplasen me njëra tjetrën vazhdimisht, që nga fillimi i historisë së njerëzimit dhe deri në ditën e Kiametit. Argumenta për këtë ka shumë, nuk kemi përqendruar për t'i cituar, por thjesht e kemi përmbledhur intervistën, ashtu siç kemi përmbledhur dhe intervistën e parë. Pika 4. Më konkretisht, bëhet fjalë për përplasje ndërmjet së mirës dhe së keqes, udhëzimit dhe humbjes, e cila i ka fillimet që me Ademin, Hawan dhe Iblisin dhe deri në ditën e Kiametit. Pra përplasja e parë që ka qenë në këtë botë ndërmjet krijesave të cilat janë në testim, është kjo që përmendet në këtë pikë. Pra babai jon Ademi alayhis salam dhe mamaja jon Hawaja, bashkëshortja e tij, këta të dy kanë qenë në përplasje me Iblisin. Dhe kjo përplasje vazhdon edhe tek pasardhësit e secilës palë. Më pas. Pika 5. Përplasjet në fillim kanë qenë mes individëve, më pas midis familjeve, më pas midis fisëve, më pas midis shteteve dhe më pas midis qytetërimeve. Pra ka përmendur Hoxha këtu disa kategori përplasjesh, secila prej tyre është më e madhe se sa ajo e mëparshmja, dhe kjo vjen paralelisht me rritjen e numrit të njerëzve që janë prezent në këtë dynja, të përhapjes së tyre gjeografike dhe të mundësive të tyre për të bërë qoftë mirë, qoftë keq. Më pas, pika 6. Fillimi i përplasjes qytetërimore në Kuran gjendet në historinë e Ibrahimit alayhis salam. Pika 7. Në këtë kohë ka pasur mbretëri, kufi, institucione shtetërore, duke filluar nga Babilonia e deri tek Kenaanët. Pra e quan Hoxha një përplasje qytetërimore midis besimtarëve që e njëjsonin Allahun në adhurim dhe mosbesimtarëve të cilët adhuronin krijesa në vend të krijuesit, e quan këtë në këtë formë sepse në atë kohë kanë qenë kufit të mirë përcaktuar, ka qenë shteti i mirëfillt me të gjitha pjesët e tij përbërëse. Pra ka qenë një lloj mënyre organizimi i jetës që shkon përtej organizimit të thjesht fisnor apo familjar. Pra një grad zhvillimi i shoqërisë më e madhe se sa në brezat e mëparshëm që kanë qenë profetë të tjerë përpara Ibrahimit alayhis salam. Më pas pika 8, ndër profetët që kanë pasur pozitë të lakmueshme në hierarkinë e qeverisjes së një populli, mund të përmendim Daudin, Sulejmanin, Jusufin dhe mbi të gjithë profetin sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që çdo profet ka qenë udhëheqës për grupin e besimtarëve që e kanë ndjekur atë. Pra çdo profet ka pasur një sasi ndjekësish, të cilët mund të kenë qenë pak, mund të kenë qenë një numër mesatar, mund të kenë qenë dhe shumë. Prej atyre për të cilët ne kemi informacion dhe e dim që kanë qenë shumë, është profeti sallallahu alaihi wasallam me më shumë ndjekësa nga të gjithë, por edhe Musa alayhis salam me një numër shumë të madh ndjekësish. Nga ana tjetër, ka pasur profetë që kanë pasur shumë pak ndjekës, siç është për shembull Nuhu alayhis salam, për të cilin disa dietarë thonë që e kanë ndjekur vetëm 8 veta gjithsej, versioni i cili përputhet dhe me atë që përmendet në Bibël në lidhje me historinë e Noes. Dhe ndër të tjera përmendet në hadithe që ka dhe profet që nuk i ka ndjekur askush prej popullit të tij. Ndonse ka kryer detyrën e tij me besnikëri, mirë po nuk i është përgjigjur askush dhe kuptohet që profeti nuk mban përgjegjësi, por njerëzit mbajnë përgjegjësi individualisht në ditën e gjykimit për zgjedhjet që bëjnë. Ndërsa prej atyre që njihen dhe që kanë pasur pozitë, është përmendur Daudi alayhis salam për arsye se ka qenë mbret, madje ka qenë i pari mbret prej profetëve dhe i pari mbret prej Beni Israilëve në veçanti. Njëri shumë me vlera që ka themeluar një shtet dhe të themelosh një shtet është një merit shumë e madhe, dhe mbas tij vjen Sulejmani alayhis salam, pushteti i të cilit e tejkalon pushtetin e Daudit,
por meritat e secilit personalisht nuk mendoj që i të kalojnë meritat e Daudit, sepse ai që hedh hapin e parë dhe bën pjesën më të vështirë të punës, konsiderohet një grad më lart se sa ai që e gjen gati një pjesë të punës dhe pastaj e çon atë një hap më tej. Megjithatë, Allahu di më së miri, ndërkaq të gjithë janë të lavdëruar maksimalisht. Jusufi alayhis salam është profet që ka qenë në gradën e ministrit në qeverinë e mbretit të Egjiptit të kohës së tij. Këtu bëhet fjalë për një periudhë para faraonëve, pra para dinastive faraonike, që konsiderohen një sistem tjetër qeverisje në Egjipt. Pra mbretëritë janë një sistem i mëparshëm në raport me qeverisjen e faraonëve. Dhe Musa alayhis salam, që ka ardhur një farkohe më mbrapa Jusufit, i përket periudhës së faraonëve, ndërsa Jusufi i përket periudhës së mbretërive. Dhe në këtë periudhë, që ka qenë më pak diktatoriale në krahasim me periudhën e faraonëve, me më shumë liri dhe mund të themi edhe me më shumë drejtësi në përgjithësi, në këtë periudhë Jusufi ka pasur pozitë të lartë sepse është parë që është njeri me vlera dhe si i tillë është vendosur në një pozicion udhëheqës, menaxhues të çështjeve ekonomike të vendit, pra të Egjiptit të kohës që konsiderohet një nga qytetërimet më të lashta dhe një nga qytetërimet më të zhvilluara për kohën dhe më të qëndrueshme. Dhe Jusufi ka bërë detyrën e tij me besnikëri duke u përmbajtur rregullave të fesë. Pra në shkallë hierarkike nuk është aq i lartë sa Daudi dhe Sulejmani, por se kuptohet që detyrën e tij e ka kryer më së miri dhe do të ketë në ditën e gjykimit shpërblimin e madh për atë çfarë ka pasur në dorë dhe çfarë ka bërë. Ndërsa kemi thënë mbi të gjithë është profeti sallallahu alejhi wasallam, për arsye se ai ashtu si Daudi ka themeluar një shtet dhe i ka edukuar vetë personalisht gjithë brezin që është bërë pjesë e këtij shteti. Gjë të cilën as Daudi nuk e ka bërë, sepse Daudi alayhis salam është dërguar mbas një profeti të mëparshëm, i cili mendohet se mund të ketë qenë profeti Daniel alayhis salam, por kjo nuk është e sigurt tek dietarët e fesë dhe të historisë. Dhe Daudi në aspektin e edukimit, një pjesë të punës e ka gjetur gati, për arsye se e kishin bërë të tjerët përpara tij, qoftë profet, qoftë njerëz të ditur. Ndërsa profeti sallallahu alejhi wasallam e ka nisur çdo gjë pothuajse nga zero. Për këtë arsye e konsiderojmë që është një hap përpara dhe njëkohësisht rezultatet i ka pasur më të mëdha, më të shpejta dhe më cilësore se sa çdo kush tjetër. Madje mund të themi që po ta krahasosh figurën e tij me figurën e çdo lloji themeluesi i shteti në historinë e njerëzimit, askush nuk e tejkalon figurën e profetit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kjo do të ishte një diskutim më vete për tu zbërthyer, porse në lëndën e historisë do të zbërthehet mjaftueshëm inshallah. Më pas, pika 9, më pas në periudhën profetike dhe përreth saj ka pasur përplasje të forta mes qytetërimit pers dhe atij romak. Pra shpeshherë në këto pika që ne përmendim, është e nevojshme të shtojmë nga një shpjegim nga ana jon përveç fjalës së vet Hoxhës, në mënyrë që të bëhet më e qartë për një dëgjues edhe sikur të jetë fillestar fare në çfarëdo lloj lënde, ta ketë një ide se për çfarë është duke u folur në këto pika. Pra, përplasje midis qytetërimit pers dhe romak, të cilat ishin dy perandoritë më të fuqishme të kohës dhe ishin të dyja kufitare me gadishullin arabik dhe me shkretëtirat e tij. Dhe më pas u bën shtete komshie me shtetin islam që formoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Pika 10, në këto kushte lulëzoi qytetërimi islam tek i cili ne bëjmë pjesë. Pra, ne që po flasim rreth këtyre temave, autori për shembull i kësaj interviste është nga Libia dhe flet arabisht. Unë që po e përkthej jam shqiptar dhe po e mbaj këtë ligjërat në shqip, në të ardhmen inshallah do të përkthehet edhe në gjuhë të tjera, duke filluar nga gjuhët e Europës, duke qenë se këtij kontinenti i përkasin, por ndoshta edhe më gjerë. Siç kemi thënë më herët për veprimtarinë që po zhvillojmë në këtë projekt brenda kanalit Shtëpia e Dijes. Ndërkaq, shumë të tjerë lexojnë ose e dëgjojnë materialin që prodhon Hoxha në shumë pjesë të ndryshme të botës, në shumë gjuhë të tjera. Për këtë arsye, edhe pse gjeografikisht jemi larg njëri tjetrit, ama zemrat tona janë afër dhe ne konsiderojmë veten që i përkasim këtij qytetërimi. Për këtë arsye thotë Hoxha një fjali të tillë. Më pas, pika 11, ky qytetërim i ri për kohën
lulëzoi shpejt dhe papritur dhe u përplas me të dyja këto qytetërime ekzistuese njëkohësisht në disa raste. Dhe mund të themi që kjo gjë ka filluar që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku persët dhe romakët në shumë raste kanë nxitur trazira tek arabët e fisëve që banonin në veri të gatishullit arabik, pra që ishin afër gjeografikisht me territoret e persëve dhe romakëve dhe që kishin kontakte dhe komunikime me ta, dhe nxiteshin për të shkaktuar probleme në shtetin islam i cili sapo gjallërohej, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam është përplasur me ta në më shumë se një rast, por jo me përplasje të mëdha, pra asnjëra prej tyre nuk mund të konsiderohet përplasje një niveli shumë të madh, ama me peshë të madhe nga aspekti i rëndësisë. Ndërsa në kohën e Abu Bekrit kanë filluar përplasjet e drejtpërdrejta dhe të fuqishme, dhe në kohën e Umerit janë finalizuar me suksesin e muslimanëve kundrejt të dyja këtyre perandorive në të njëjtën kohë. Dhe kjo mund të themi që është një gjë shumë e rrallë në histori, një gjë që nuk mund ta imagjinonin njerëzit e kohës që ky popull, pra populli arab që ishte shumë i nënvlerësuar dhe shumë i prapambetur, të arrinte një nivel të tillë nëpërmjet fesë islame që të ngrihej mbi popujt të cilët e kishin nënvlerësuar për aq shumë kohë. Pika 12. Më kryesoret prej tyre janë betejë e Kadisijes kundër persëve, në të cilën fitoi qytetërimi islam dhe u hap dera për të depërtuar e vërteta me gjithë territorin pers dhe më gjerë në Azi, në udhëheqjen e Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, pra prej shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam, si dhe ajo e Jermukut kundër romakëve, në të cilën fitoi qytetërimi islam dhe u hap dera për të depërtuar e vërteta në gjithë territorin e Shamit, dhe më gjerë deri në Kaukaz, në udhëheqjen e Khalid ibn Walidit dhe më pas Ebu Ubejde Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum. Pika 13. Po ashtu ka pasur përplasje në drejtime të ndryshme në kohën e khalifëve të drejtë, si dhe në kohën e mbretërive më pas. Dhe këto janë të shumta për tu listuar të gjitha, për këtë arsye thjesht po i përmendim duke i përmbledhur. Pika 14. Në fund të periudhës osmane, qytetërimi islam u ekspozua ndaj pushtimeve të huaja në shumicën e pjesëve të tij. Pra nëse deri në atë moment, në udhëheqjen e familjes Beni Umeje për rreth një shekull, pastaj në udhëheqjen e familjes së Abasidëve, pjesa kryesore e shtetit për disa shekuj me radhë, për afërsisht për 3-4 shekuj rresht, pastaj në udhëheqjen e Memlukëve të Egjiptit për ndoshta rreth një shekull për afërsisht ose 2, dhe më pas në udhëheqjen e Osmanëve për 6 shekuj rresht, ndërkohë që paralelisht me këta ka pasur edhe shtete të tjera muslimane pjesërisht ose plotësisht të pavarura nga Khalifati bazë, ose mund të quajmë kështu, siç është shteti Selxhuk apo shteti Murabitinëve, apo shteti Muwahidinëve, apo shteti i Andaluzis, apo dhe sultanate të tjera më të vogla. Pra deri në fund të periudhës osmane, konsiderohet që ka pasur shteti vazhdimisht ulje dhe ngritje, dhe nuk ka pasur vetëm ngritje konstante dhe as vetëm ulje konstante, por kanë qenë të ndërthuara gjërat me njëra tjetrën. Ndërkaq që dy periudhat e para, periudha profetike dhe periudha e khalifatit sipas metodës profetike, karakterizohen vetëm nga ngritje konstante, madje mund të themi jo konstante, por eksponenciale. Ndërsa mbas kësaj në fund të periudhës osmane ka filluar faza e kolonizimit të tokave muslimane, e cila është finalizuar në luftën e parë botërore me pushtimin e shumicës së tokave të muslimanëve, pothuajse të gjitha, mund të themi nga shumë armiq të huaj, të cilët i përkisnin shteteve të ndryshme me kultura dhe me fe të ndryshme dhe me mjete të ndryshme në dispozicion, dhe ajo periudhë është momentalisht në kohën që po flasim në fazë kapërcimi e sipër, por akoma nuk ka dalë bota islame plotësisht në kjo fazë. Më pas pika 14. Pika 15, për shembull, britanikët morën Egjiptin, Sudanin e tjerë, faktikisht kanë marrë një rrip deri në fund të Afrikës, që vinte nga Egjipti në veri dhe deri poshtë. Italianët Libin, francezët Algjerin dhe Tunizin, spanjollët Marokun e tjerë. Më pas kam shtuar një pikë, pra pika 16, të cilën e kam emërtuar fjala ime, sepse është koment i imi dhe jo pjesë e intervistës së Hoxhës. Nëse shikojmë Ballkanin, ka një seri pushtimesh të tjera, në Sham po ashtu, në Azi po ashtu, në qendër, në lindje dhe në jug, pra gjithandej madje edhe vetë Turqia. Kur themi Ballkanin, kemi për qëllim pothuajse të gjithë Ballkanin,
sepse vetëm territori i Shqipërisë ngeli pa u pushtuar në Ballkan dhe një pjesë e Turqisë ballkanike. Ndërkohë që edhe këto nuk është se mund të quhen mirëfill të papushtuara, sepse kanë kaluar dhe faza pushtimi, siç ka qenë faza e pushtimit austro-hungarez në luftën e parë botërore të territorit shqiptar, po ashtu pushtimi italian fashist në vitin 1939, po ashtu pushtimi gjerman, ndonse për këto gjëra mund të ketë këndvështrime të ndryshme. Njëkohësisht mund ta quajmë një lloj pushtimi të huaj edhe fazën komuniste që ka ardhur më mbrapa, pavarësisht se administroi vendin nga shqiptar, pra njerëz që flisnin këtë gjuhë, por se agjenda që kanë ndjekur nuk e ka favorizuar as popullin shqiptar dhe as shumicën ndërmuese të popullit që ka qenë në atë kohë, të cilët ishin muslimanët. Dhe supozohet që në përgjithësi një qeveri, një vendi të caktuar duhet të përfaqësojë interesat e atij populli dhe veçanërisht shumicës së tij, por pa i përjashtuar dhe pakicat. Gjithsesi, këto janë tema të tjera të cilat do të diskutohen në lëndën e historisë, ndërsa ky përshkrim është vetëm për të bërë një hyrje. Ndërsa për sa i përket Shamit, edhe Shami gjithashtu është pushtuar të gjitha tokat e tij, por veçanërisht Palestina, e cila vazhdon sot e kësaj dite një përplasje të jashtëzakonshme me zemrën e sionizmit, i cili është zemra e së keqes në botë sot aktualisht. Në Azi kemi pushtime të sovjetikëve dhe të staneve të Azis, pra kryesisht ato vende që sot njihen si Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Taxhikistan, Kirgistan, është pushtuar dhe Afganistani për një periudhë kohe. Njëkohësisht Kina ka pushtuar tokën e Ujgurëve, atë krahin që njihet si Xinjiang në Kinë sot aktualisht, që përbën 1/4 ose çerekun e Kinës dhe ka 4 fishin e sipërfaqes së Gjermanisë, me një popullsi goxha të madhe turk folëse, pra me kushërinj të turqëve dhe muslimane si fe, mbi të cilën sot është duke u aplikuar një genocid i jashtëzakonshëm, ose më saktë mund të themi një proces asimilimi shumë i fortë nga ana e qeverisë kineze, dhe kjo tokë është pushtuar 2 herë në shekullin e kaluar. Është pushtuar, është çliruar, është pushtuar sërish dhe vazhdon të jetë pushtuar. Dhe aspiron për të fituar pavarësi ose më e pakta për të fituar të drejtat e veta minimale. Pra mund të themi që në çdo pjesë të botës islame, madje edhe zemra e saj që ka qenë në atë kohë, pra nga aspekti politik, Turqia, edhe ajo u pushtua nga britanikët në luftën e parë botërore. Të vetmet vende që ngelën pa u pushtuar në mënyrë të mirëfillt, ndoshta mund të jetë Arabia Saudite, për arsye se ata hynë në marrëveshje me britanikët për të luftuar kundër osmanëve në luftën e parë botërore, ndërsa në kohën e Sherif Huseinit, ndërsa në atë kohë nuk ka qenë akoma saudite, për arsye se sauditët erdhën në pushtet më mbrapa, mbasi Sherif Huseini pati mosmarrëveshje me aleatët e tij britanik. Mirë po fakti që Arabia nuk u pushtua ushtarakisht nga një fuqi e huaj, në këtë rast në vetvete nuk përbën një gjë të lavdërueshme, pra të mendosh se kur ka mbetur vetëm një vend që ka shpëtuar nga gjithë trazirat e genocidet, por nuk është dashje lavdërueshme sepse ajo faktikisht është bërë shkak për ndarjen e umetit në pjesë dhe për dobësimin e pjesëve të tjera, sepse umeti ka qenë vetvetiu i dobët në atë periudhë, por kësaj dobësie ju shtua edhe një dobësi tjetër nëpërmjet përçarjes midis arabëve dhe turqëve në luftën e parë botërore, dhe kjo i dobësoi muslimanët akoma më shumë. Ndërkohë që edhe po të ishin bashk, ishte e diskutueshme a mund të dilnin fitimtar ose të paktën të mbronin tokat e tyre apo jo. Dhe sot e kësaj dite ne shikojmë që në tokat e arabëve shumë shpesh qeveritë e këtyre vendeve nuk i përfaqësojnë aq sa duhet interesat e popujve të tyre ose popujve musliman komshi. Ndonse edhe kjo nuk është absolute, ka raste që ose periudha në të cilat bëhen përpjekje për të realizuar këtë lloj objektivi të mirë, ka dhe periudha të tjera të cilat janë më negative, po ashtu ka figura të cilat janë përgjithsisht pozitive, po ashtu ka dhe figura që janë shumë negative. Çdo njëra prej këtyre duhet të merret tek e tek për t'u zbërthyer dhe për t'u gjykuar, pra nuk mund të jepet një gjykim i përgjithshëm
dhe të bëhet sikur janë të gjithë të barabartë dhe të gjithë një lloj, por se ajo për të cilën na vjen keq veçanërisht, sidomos ne që kemi studiuar në Arabi Saudite dhe që e duam në mënyrë të veçantë atë vend, është që në këto 4-5 vitet e fundit po bëhen disa reforma shumë negative në aspektin e fesë, atje gjë e cila para 30 vjetësh ishte e paimagjinueshme. Ka qenë një vend jashtëzakonisht konservator dhe një popull shumë fedashës. Dhe e lutem Allahun që t'i përmirësoj gjithë muslimanët kudo që janë dhe ta unifikoj botën islame, ashtu siç është edhe thelbi i intervistës që po trajtojmë. Më pas, pika 17, po ashtu ka pasur edhe përplasje të brendshme me qytetërimin perëndimor ndërmjet kishës dhe laicizmit. Dhe kjo ka ndodhur në Europë si fillim në shekullin e 18 kryesisht, por ka vazhduar edhe në shekujt e mëpasshëm deri në ditët tona. Mund të themi që përplasja akoma vazhdon në një sasi të vogël, por kryesisht kisha është nënshtruar tashmë në Europë ndaj politikës laike, por politika laike në prapasken ka çifutët sionist, kështu që në vetvete këtë mund ta quajmë si një përplasje të brendshme të perëndimit, por mund edhe mos ta quajmë si diçka të brendshme, mund ta quajmë edhe si një përplasje ndërmjet krishtërimit tradicional, qoftë katolicizmit ose qoftë edhe ortodoksisë në Rusi, sepse edhe atje ka ndikuar në kohën e revolucionit bolshevik, pra përplasje midis krishtërimit tradicional dhe sionizmit ekstrem çifut, i cili përpiqet të qëndrojë në hije, por në vitet e fundit është ekspozuar mjaftueshëm. Më pas, pika 18, pavarësisht të gjitha vështirësive, dolën figura të mëdha që kryen veprimtari përmirësuese në popull dhe arritën të ruajnë identitetin e ummetit dhe kështu mbijetoi qytetërimi islam. Edhe normalisht figura të mëdha do të dalin vazhdimisht dhe gjithmonë në çdo brez, në çdo vend dhe në çdo kohë. Nuk do të jetë ummeti jon ndonjëherë i zbrazur nga figurat pozitive, sido që të jetë çështja e tij dhe sado e vështirë që të jetë situata e tij e përgjithshme. Autori i kësaj interviste i përmend disa shembuj konkret, por se nuk po zgjatemi duke i cituar tek e tek. Pika 19, në disa vende u arrit çlirimi nga pushtimi ushtarak, por mbeti prezent ndikimi i mënyrës së jetesës dhe kulturës së pushtuesit në ndonjë pjesë të popullit. Dhe këtë mund ta themi deri diku për vendet e Afrikës dhe deri diku për vendet e Azisë, madje edhe Gëdishulli Arabik që nuk është pushtuar ushtarakisht, prap ka një farë ndikimi në ditët tona nga ata që kanë kryer pushtime, sepse kjo ndodh për shkak të sferës së tyre të influencës në aspektin politik ndaj qeverive, dhe në të njëjtën kohë ka edhe një frym rezistence ndaj këtij ndikimi, e cila vende është më e fortë, vende është më e dobët. Nga ana tjetër, në Turqi dhe në Ballkan, ky ndikim është akoma më i madh, sepse si duket, feja ka qenë më e dobët në këto pjesë të vendit në periudhën që është rrëzuar shteti islam i Osmanëve, derisa kemi arritur në ditët tona, e cila akoma nuk është gjallëruar mjaftueshëm dhe pse po ka tentativa të shpresojmë që do vazhdojë të gjallërohet dhe të organizohet gjithmonë më mirë. Pika 20, pjesë e përpjekjes për liri dhe largim të padrejtësive ishte edhe lëvizja që u njoh si pranvera arabe dhe kjo është tregues që përplasja vazhdon të jetë prezente. Pranvera arabe ka të bëjë kryesisht me disa reagime nga ana popullsive muslimane, sidomos në Afrikën e Veriut, për të ngritur në kryengritje kundrejt qeverive të tyre diktatoriale, të cilat i mbanin të prangosur për të mos i shërbyer mjaftueshëm rregullave të fesë dhe për të mos qenë të lirë për të menduar ashtu siç feja kërkon dhe për të punuar ashtu siç feja kërkon. Pra praktikisht popujt arab folës mund të themi, se për nga raca ata nuk janë arab, por se arab folës për nga gjuha janë përpjekur që të fitojnë lirinë për të bërë atë që duhet në këto vende dhe theksojmë jo për të bërë atë që dëshirojnë, sepse dikush mund ta kuptojë këtë si një liri që është prezente në Europë apo në Amerikë, për shembull liri për të bërë gjunahe. Nuk nënkupton këtë gjë kjo në botën islame, por në botën islame nënkupton lirinë për të bërë atë që duhet.
Dhe kur themi për të bërë atë që duhet, nuk kupton jo thjesht për të falur dhe për të agjëruar, se këtë gjë e kanë bërë gjithmonë popullsitë muslimane të atyre vendeve. Ndryshe nga Shqipëria për shembull apo Ballkani ku ka pasur genocide dhe ku është ndaluar feja ndonjëherë edhe në tërësi, edhe me ligj, edhe shpallur vendi si shtet ateist. Pra dukuri të tjera kanë ndodhur këtu dhe dukuri të tjera kanë ndodhur atje. Forse atje ka qenë problemi kryesor për të organizuar muslimanët dhe për të bërë diçka të dobishme për umetin në përgjithësi, sidomos me fokus të veçantë në çështjen e çlirimit të Palestinës. Më pas, pika 21, po ashtu kjo përplasje u bë edhe më e dukshme përmes tufanit Aksa. Për mendimin tim, tufani Aksa është ngjarja më e rëndësishme historike që ka ndodhur në gjithë shekullin e ri, në gjithë shekullin e 21. Dhe nuk besoj që do të ketë në një ngjarje tjetër e cila do të mund ta konkurrojë tufanin Aksa. Dhe edhe nëse do të ketë, mendoj që do të jetë një rrjedhoj ose një vazhdim i asaj çfarë solli tufani Aksa. Ndoshta në një moment tjetër do të flasim më detajisht për këtë ngjarje specifike, por se për momentin po mjaftohemi me atë çfarë ka përmendur Hoxha. Pika 22 thot, aty doli në pa qartësisht projekti sionist për rajonin dhe për botën dhe rezistenca në botën islame është prezente. Pa jemi akoma në kontekstin e përplasjes ndërmjet të mirës dhe së keqes. Pika 23, edhe në rastin e kryqëzatave është parë një përplasje e fortë, po ashtu në kohën e pushtimit mongol, po ashtu në kohën e devijimit shiit Fatimit në Egjipt, si dhe shiit Ismailit në Iran e tjerë. Pika 24, e pyet intervistuesi Hoxhën nëse përplasjet e brendshme ndërmjet shteteve arabe dhe islame janë pjesë e këtyre përplasjeve të mëdha qytetërimore. Pika 25, Hoxha përgjigjet që padyshim që po. Pra ai klasifikon si pjesë të këtyre përplasjeve dhe ato gjëra që ndodhin brenda vetë një shteti, dhe jo vetëm ato që ndodhin ndërmjet një shteti dhe një kundërshtarit të jashtëm. Më pas, pika 26, ai shton se ndikimi i kulturës perëndimore ka ndikuar tek ajo pjesë e muslimanëve, të cilët nuk kanë qenë të kapur mjaftueshëm fort pas fesë dhe kanë qenë të mangët në njohjen e Kuranit dhe të Sunetit. Dhe kjo tregon që njohja e fesë dhe praktikimi i saj është një mburojë kundrejt këtyre rreziqeve. Dhe po të shikosh ata popull që kanë qenë më të lidhur me ndonjë fe, jo vetëm me fenë islame, janë popull të cilët i kanë rezistuar më së shumti asimilimit dhe kanë vazhduar të mbijetojnë edhe në situata shumë të vështira. Pika 27, politika perëndimore për këtë qëllim ka inkurajuar atë që njihet si orientalizëm, për të gjurmuar transmetimet e dobta historike që hedhin baltë mbi biografinë profetike ose ato të khalifëve dhe të njerëzve me peshë të mëvonshëm, në mënyrë që të thellojnë sa më shumë që munden përçarjen ndërmjet muslimanëve. Pra, orientalizmi është një dukuri negative, sado që mund të dëshirojnë ta paraqesin si dukuri pozitive, e ka thelbin jo tek laikët dhe jo tek të krishterët në të vërtetë, por e ka thelbin tek xifutët sionistë, të cilët kanë projekte shumë negative për botën islame dhe për botën në përgjithësi. Ndërsa çdo kush tjetër që prezantohet jo si sionist, por që merret me këtë fushë në mënyrë dashakeqe, ai nuk është gjë tjetër veç se një vegël e këtij projekti më të madh. Më pas, pika 28, nga ana tjetër, në nivelin intelektual, kanë dalë nga ummeti ynë dietarë të mëdhenj të cilët i kanë sqaruar dyshimet e ngritura nga orientalistët dhe i kanë hedhur poshtë me argumenta pretendimet e tyre në shumë drejtime. Pra, ashtu siç kanë dalë njerëz me dije negativ, të cilët kanë nxjerr gënjeshtra dhe dyshime të kota, në të njëjtën kohë kanë dalë njerëz me dije pozitiv, të cilët i kanë hedhur poshtë këto gënjeshtra dhe dyshime të kota dhe kanë ngritur lart të vërtetën. Pika 29, Hoxha thekson diçka me shumë rëndësi në vazhdim, që disa muslimanë mendojnë që gjendja momentale e umetit është një lloj gjendje që nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë e umetit dhe nuk ka asnjë gjendje më të vështirë se kjo. Pika 30, më pas ai thotë se nuk bie absolutisht dakord me këtë mendim, madje shton se gjendja në shekullin e kaluar ka qenë shumë më e vështirë se sa ajo e tanishmja.
Pika 31, në shekullin e kaluar ushtrit armike ishin prezente në tokat islame dhe nuk kishte qeveri vendore që mund të merrnin vendime në mbrojtje të interesave të muslimanëve, po ashtu ka pasur shumë genocide. Dhe në lidhje me këtë, është si ajo që përmendëm pak më herët, që periudha më e vështirë ka qenë periudha e luftës parë botërore dhe ajo që ka pasuar luftën e parë botërore. Ai ka qenë momenti kulminant i dobësisë së muslimanëve dhe momenti maksimal i padrejtësive që janë bërë ndaj tyre në çfarëdo lloj aspekti. Ndërsa ato çfarë kanë ardhur më mbrapa kanë qenë faza të rigjallërimit në shumë vende, ndonse diku më të suksesshme dhe diku më pak të dallueshme, por ama shkëndijat e përmirësimit janë prezente. Njëkohësisht, unë personalisht kam qenë prej atyre që kanë menduar këtë që ka përmendur Hoxha për këta njerëz, por gradualisht duke shikuar më me vëmendje realitetin dhe duke dëgjuar gjithmonë më tepër analizat, gjithmonë më tepër personave në gjithmonë më shumë gjuhë, kam arritur në përfundimin që ka një sasi ose një nivel mirësie më të madh se sa ai që mendoi, pavarësisht se nuk është akoma aty ku duhet të jetë më shumë. Pika 32, ndërkohë në vitet e fundit, thot, shikoni Turqinë, ku ka qenë dhe ku është, shikoni Afganistanin, ku ka qenë dhe ku është, shikoni Sirinë, ku ka qenë dhe ku është. Pra, Hoxha këto i jep si shembuj pozitiv, sepse kanë qenë në gjendje shumë të vështirë dhe kanë kaluar në një gjendje shumë herë më të mirë, ndonse ka mundësi që të jetë akoma më mirë. Pra, e mira nuk ka fund, por e mira duhet kërkuar dhe duhet punuar për të vazhdimisht, duke u mbështetur Allahut gjithmonë. Ndërsa pika 33 thot, në veçanti Siria ka një përparësi për shkak se është pjesë e rëndësishme e tokës së bekuar, pra e Shamit. Siria domethënë ka një vëmendje të veçantë nga ana jon në raport me gjithë të përmirësim që po përmendet. Pika 34, vazhdimisht në histori, kur një popull ka arritur një kulm në ngritje, ka filluar më pas procesi i rënjes dhe anasjelltas. Nga kulmi i dobësisë ka filluar ngritja. Dhe këto janë faza të qytetërimeve të cilat i përmendin gjithë historianët, dhe ata që janë muslimanë dhe ata që nuk janë muslimanë, pra është diçka më se e zakonshme për ata që njohin historinë që ta dinë që këto faza ekzistojnë dhe janë prezente. Veç se në kohët e fundit këto faza po përshpejtohen për shkak se ndikon në këtë gjë edhe zhvillimi teknologjik, ashtu siç e përshpejton të mirën më shumë, e përshpejton edhe të keqen më shumë, ajo ndikon që edhe fazat e ndërrimit të gjërave të bëhen më shpejt nga ç'bëshin në të kaluarën. Pika 35, kjo tregohet edhe në historinë e Beni Israilëve dhe faraonit dhe është një sunet i Allahut mbi robërit e tij. Suneti i Allahut mbi robërit e tij nuk kuptohet një lloj ligji, të cilin Allahu e ka bërë të tillë që aplikohet mbi krijesat në çdo rast që ato veprojnë në një vepër të caktuar, pa që vjen si pasojë e veprimit të tyre, qoftë për mirë ose qoftë për keq. Dietarët kanë nxjerrë disa etapa qytetërimore nga kjo histori dhe vazhdimi i saj në disa breza, të cilat aplikohen edhe në popuj të tjerë shpesh. Së pari është përmendur etapa e çlirimit nga robëria në brezin e parë, pra koha e Musës a.s. Më pas etapa e fillimit të organizimit dhe fuqizimit në brezin e dytë, koha e Yusha ibn Nun a.s. Më pas etapa e qëndrueshmërisë në brezin e tretë, pra koha e gjykatësve izraelit. Më pas etapa e artë e mbretërisë në brezin e katërt, koha e Daudit dhe Sulejmanit a.s. Më pas etapa e fillimit të rënjes, mbas Sulejmanit a.s. Dhe më pas etapa e pushtimit nga fuqitë e huaja, që është koha e Nabukodonsorit dhe Babilonasve. Pra, nëse shikojmë, këtu janë përmendur 6 etapa dhe secila prej tyre ka zgjatur parafërsisht një brez, dhe kohëzgjatja e një brezi në Islam llogaritet 40 vjet aktualisht. Ndërkaq nuk është të thënë që në çdo qytetërim këto etapa të kenë këto kohëzgjatje. Ato mund të kenë dhe një kohëzgjatje më të madhe, mund të kenë dhe një kohëzgjatje më të vogël. Për shembull, në periudhën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe brezit të sahabëve, ne kemi parë që deri tek etapa e artë, pra 4 etapa, janë përfshira gjitha brenda një brezi. Dhe për këtë arsye themi që kjo është një gjë e jashtëzakonshme për historinë e njerëzimit. Më pas,
Pika 37 dhe akoma më e jashtëzakonshme bëhet kur kemi parasysh që është një qytetërim që ka vendosur drejtësi. Se dhe mongolët për shembull janë zhvilluar shumë shpejt dhe kanë bërë një perandori që ka sunduar pothuajse gjithë Azinë dhe që ka kërcënuar Europën dhe që konsiderohej si e pathyeshme. Mirëpo ata karakterizoheshin nga padrejtësia dhe ndonse patën zhvillim të shpejtë, nuk e meriton ai lloj shteti që të konsiderohet si një sukses i veçantë, duke qenë se kur e krahasojmë me suksesin e muslimanëve, ishte një sukses që vinte paralelisht me përhapjen e drejtësisë. Më pas pika 37, secila etapë e ka kohëzgjatjen rreth 40 vjet, që merret si referencë për jetëgjatësinë e një brezi në Islam, duke u nisur nga historia e Musës alayhis salam dhe 40 vitet në shkret të tjerë. Dhe kjo gjë përmendet në Kur'an si histori dhe kanë trajtuar dietarët e tefsirit po ashtu dhe dietarët e historisë, në veçanti Ibn Kathiri për atyre që njohim. Dhe përmendet që mbasi refuzuan Ben Israilët të luftonin në rrugt të Allahut për çlirimin e tokës së bekuar, u ndëshkuan duke bredhur të humbur për 40 vjet në shkret të tjerë dhe duke mos gjetur dot rrugdaljen. Dhe 40 vjet ishte përcaktuar si periudhë në mënyrë që të ishte një kohë mjaftueshme për ndërrimin e brezave. Mbasi u ndërruan brezat dhe erdhi brezi i ri, ai brez e zbatoi urdhrin e Allahut dhe pati sukses më pas në veprimtarinë e tij. Më pas, pika 38 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse qytetërimet janë realisht të lidhura vetëm me zbulime dhe gjërat materiale, siç studiohet në shkollat laike, për shembull revolucionet industriale e tjerë. Pika 39, Hoxha përgjigjet se ky është këndvështrimi kryesor perëndimor sot, i cili është një ekstrem i kundërt me ekstremin e mëparshëm që predikonte Kisha, ku shikohej vetëm shpirti dhe anashkaloi plotësisht çdo gjë materiale. Më pas te pika 40, kam shënuar sërish fjala ime. Ndërkohë, duhet theksuar që Islami trajton në ekuilibër këto dy aspekte të jetës njerëzore. Pra aspektin material dhe aspektin shpirtëror, dhe ndonse anon më shumë nga aspekti shpirtëror, mirë po nuk është neglizhues ndaj aspektit material, pra nuk kalon në ekstrem duke vlerësuar vetëm njërin dhe duke e zhvlerësuar tjetrën plotësisht. Dhe ashtu siç është në ekuilibër dhe në mesatare në këtë aspekt, ashtu është ndërmjet ekstremeve në ekuilibër dhe në mesatare dhe në shumë aspekte të tjera. Dhe kjo dallohet ndërmjet feve dhe ndërmjet ideologjive botërore. Për shembull, Islami në shumë gjëra është në mes të krishtërimit dhe të jehudizmit. Po ashtu, për shembull, ta ilustrojmë vetëm një çështje doktrinore. Në konceptin që kemi për Isën alayhis salam, Jezu Krishtin, muslimanët besojnë që ai është një njeri i mirë, profet i zgjedhur prej Allahut, shembull për të ndjekur nga njerëzit dhe i bekuar në rrugën e tij, që meriton të duhet edhe të ndiqet, por se nuk është në gradën e Zotit, pra nuk ka veçori hyjnore. Ngelet sërish një njeri, ndonse është një njeri shumë i veçantë, një nga 5 njerëzit më të zgjedhur në gjithë historinë e njerëzimit. Kjo mund të konsiderohet si një standard mesatar. Nëse shikojmë të krishterët, kanë anuar në ekstremin që ta madhërojnë më shumë nga ç'duhet dhe ta konsiderojnë pothuajse të barabartë me Zotin ose Zot të mirëfillt ose të përafërt me Zotin nëse jo të barabartë, ndërsa xhifutët anojnë në ekstremin e kundërt që e konsiderojnë gënjeshtar, mështrues, njeri të keq dhe fëmijën e një gruaje imorale. Ndërkohë që muslimanët e konsiderojnë që ai ka lindur në mënyrë të mrekullueshme dhe mamaja e tij ka qenë e ndershme dhe ka qenë e devotshme në të njëjtën kohë. Pra, këndvështrimi islam në këtë rast qëndron në mes këtyre dy ekstremeve. Ndonse jemi mësuar në 30 vitet e fundit që media perëndimore sioniste vazhdimisht i quajnë muslimanët si ekstremistë. Edhe terma të tjerë, terrorist, fundamentalist, radikalist edhe shumë prallët të tjera me mbret si puna e këtyre, por se thelbi është që qëndron në mes në të vërtetë. Dhe në ekstrem qëndrojnë të tjerë përveç muslimanëve. Po ashtu ne shikojmë që muslimanët qëndrojnë në mes edhe në raport me ideologjitë bashkohore që mund të jenë laike dhe jo fetare, ndonse ato kanë elemente fetare brenda. Për shembull, qëndron në mes të kapitalizmit dhe komunizmit si sistem ekonomik. Për shembull, kapitalizmi bazohet mbi konkurrencë të egër dhe të ashpër dhe çdo kush të grumbullojë sa më shumë për vete, ndërsa komunizmi bazohet në konceptin e barazisë midis të gjithëve dhe mos ekzistencës së pronës private dhe që njeriu të zotrojë diçka për veten e tij. Ndërsa Islami e njeh konceptin e pronës private, e miraton atë dhe në të njëjtën kohë e refuzon konceptin e barazisë.
por njeh konceptin e drejtësisë edhe meritës. Dikush që meriton më shumë mund të ketë më shumë se sa ai që meriton më pak. Por nga ana tjetër nuk kalon në ekstrem që të themi konkurrencë e ashpër dhe kush nuk ka le të mos ketë fare, të kalojë në gjendje mirimi. Përkundrazi, ata që janë të pasur deri në një nivel të caktuar pasurie duhet të japin zakatin dhe kjo bën një lloj baraspeshe të qarkullimit të pasurisë në mënyrë që të stabilizohen të gjitha aspektet e jetës njerëzore dhe jo vetëm aspekti ekonomik më pas. Kështu që shikojmë që Islami prapë qëndron në mes, edhe kur bëhet fjalë për ideologji ekonomike me bazë laike, faktikisht me propavi fetare sioniste, të dyja, por se Islami qëndron në mes. Dhe kur e krahasojmë besimin e ehli sunetit, që është besimi islam në të vërtetë, me besimet ose praktikat e sekteve, të cilët gradualisht kanë devijuar në një çështje të caktuar, ne shikojmë që muslimanët e ehli sunetit janë mesatar midis disa ekstremeve në shumë gjëra. Për shembull, sekti i Khawarijve ka nxjerrë një koncept që duhet të dalin nga feja ata që në të vërtetë janë në fe, të quhen si jo musliman ata që janë musliman, bazuar mbi gjunaje të mëdha. Ndërsa sekti i Murxhieve është në ekstremin tjetër, që fut në fe edhe njerëz që nuk janë në fe, të cilët e shprehin besimin vetëm me gojë ose ndoshta edhe vetëm me zemër, por ndërkohë nuk bëjnë praktikisht asnjë lloj vepre që e karakterizon muslimanin. Ndërkohë që në Islam është dhe në fakt edhe nga aspekti logjik përveç se me argumenta fetare, nuk mundet që një person të besojë diçka dhe mos ta shoqërojë me asnjë lloj vepre atë që beson. Është e pamundur logjikisht që të ndodhë një gjë e tillë, përveç se është e pamundur nëpërmjet ajeteve dhe nëpërmjet haditheve. Po thelbi i asaj që po ilustrojmë është që muslimanët qëndrojnë në mes. Këto janë tre shembuj bazik, ndërkohë që shembujt e tjerë janë të shumtë dhe nuk mund të zgjatemi. Më pas, pika 41, përplasje intelektuale dhe doktrinore ka edhe ndërmjet muslimanëve dhe të krishterëve në këndvështrimin që kanë për Isa alayhis salam, siç e përmendëm, ndërmjet aspektit shpirtëror dhe material që u përmendën, si dhe përplasje midis vetë sekteve të krishtera për të njëjtën çështje. Më pas, pika 42, ngjashëm me këtë mund të thuhet edhe për historitë e disa profetëve të tjerë. Më pas, pika 43, pra edhe për disa profetë të tjerë, muslimanët qëndrojnë sërish në një opinion të ekuilibruar. Po ashtu përplasje të thellë intelektuale dhe doktrinore ka në këndvështrimin për fillimin e qytetërimit njerëzor në tokë midis muslimanëve dhe laikëve. Për shembull, laikët kanë kryesisht këndvështrimin evolucionist, ndërkohë që ka dhe laikë që nuk janë të këtij mendimi, ose që edhe po që janë brenda mendimit evolucionist kanë koncepte të ndryshme për mënyrën se si është realizuar ky evolucion. Pra nuk është aq gjë absolute kjo lloj teorie në shkencë, saç na paraqitet neve në perëndim. Më pas, pika 44, në Islam, qytetërim të parë njerëzor quajnë brezat nga Ademi alayhis salam deri te Nuhu alayhis salam, më pas fillon ai që njihet si qytetërimi i dytë njerëzor. Pika 45, veçoria e qytetërimit islam në çdo brez ka qenë që nuk detyronte askënd kundër dëshirës të pranonte besimin e drejtë. Pra, dhe pse qytetërimi islam pretendon që është në të vërtetën dhe i thërret njerëzit në këtë të vërtetë, ama nuk i detyron dhe nuk e konsideron të vlefshëm besimin e dikujt që beson duke qenë i detyruar. Pra në ditën e gjykimit një gjë e tillë është e pavlerë dhe në këtë botë është gjuna që të përpiqet një musliman nëpërmjet pushtetit që mund t'i ketë dhënë Allahu që të aplikojë këtë lloj detyrimi me dhunë. Më pas, pika 46, gjithashtu është shoqëruar vazhdimisht edhe me elemente të rëndësishme materiale krahas atyre shpirtërore, siç e përmendëm edhe më herët. Pika 47 e pyet intervistuesi Hoxhën se mbi çfarë bazash ngrihet një qytetërim dhe a mund të konsiderohet populli i secilit profet si një qytetërim më vete. Pika 48, Hoxha përgjigjet duke thënë se qytetërimi islam mund të merret si një i vetëm, por mund edhe të ndahet në pjesë sipas fillimit dhe mbarimit të çdo faze të tij. Madje edhe brenda historisë së këtij umeti mund të ndodhë një lloj ndarje e tillë, ama në tërësi muslimanët janë një qytetërim i vetëm, duke filluar që nga Ademi alayhis salam edhe deri në muslimanin e fundit para ditës së Kiametit. Pika 48,
Në pika 49, për shembull, ndër fazat e hershme mund të përmenden faza e parë, qytetërimi i Ademit dhe pasardhësve të tij, faza e dytë, qytetërimi i Nuhut dhe pasardhësve të tij, faza e tretë, qytetërimi i Hudit dhe pasardhësve të tij, pra Hudi është profeti që është dërguar tek fisi Ad, një fis i cili banonte në jug të Gadishullit Arabik. Faza e katërt, qytetërimi i Salih dhe pasardhësve të tij, dhe ky është profeti që është dërguar te fisi Thamud, i cili banonte në veri të Gadishullit Arabik, aty ku sot ndodhet toka e Jordanisë. Faza e pestë, qytetërimi i Ibrahimit alayhimus salam, i cili u përmend më herët. Dhe më pas vazhdon domethënë e njëjta linjë qytetërimore. Këtë e themi duke qenë se edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, po dhe gjithë profetët e tjerë që kanë ardhur mbas Ibrahimit, janë prej pasardhësve të tij, qoftë nga linja e Ishakut ose nga linja e Ismailit. I vetmi që është nga linja e Ismailit është profeti sallallahu alaihi wasallam, ndonse me më shumë ndjekës nga të gjithë, kurse nga linja e Ishakut janë një numër shumë i madh profetësh, të cilët janë dërguar tek Beni Israilet. Dhe ky është një nderim i veçantë për të cilin do të ishte e nevojshme nga ana e tyre një mirënjohje e jashtëzakonshme në ditët tona. Një mirënjohje të cilën për fat të keq nuk e shikojmë. Pika 50 e pyet intervistuesi Hoxhën se në çfarë faze është qytetërimi islam sot, sidomos duke vënë përballë qytetërimit perëndimor dhe a mundet të konsiderohet ai tashmë një qytetërim i vdekur ose gjysmë i vdekur për shkak të humbjes së disa vlerave që e bëjnë një qytetërim që të lulëzojë. Pika 51, Hoxha përgjigjet që kjo fe dhe ekzistenca e këtij qytetërimi është mbrojtur prej Allahut nëpërmjet shkaqeve të ndryshme dhe që nëse lufta e jashtëzakonshme që është bërë kundër kësaj feje dhe këtij qytetërimi ishte bërë kundër çfarëdo feje tjetër apo qytetërimi tjetër, me siguri do të ishte zhdukur me kohë. Në këtë aspekt mbijem dakord plotësisht me fjalën e Hoxhës dhe ndonse mund të shikojmë një mungesë organizimi në nivel politik tek disa prej vendeve islame në krahasim me vendet e tjera të botës, me disa prej vendeve të tjera të botës, kjo ka shkaqe të kuptueshme, sepse lufta që është bërë prej disa shekujsh, po veçanërisht në shekullin e fundit, kundrejt umetit islam dhe vendeve islame, është një lloj lufte që nuk është bërë kundër asnjë populli në historinë e njerëzimit, kundër asnjë qytetërimi. Dhe padyshim me të gjitha taktikat dhe mjetet që janë përdorur kundër saj, çfarëdo lloj qytetërimi tjetër që të kishte qenë në vend të qytetërimit islam, do të ishte dorëzuar dhe do të ishte zhdukur me kohë. Dhe këtë e themi bazuar mbi arsye objektive. Porse ndoshta kjo gjë do të diskutohet më detajisht në të ardhmen në ndonjë prej lëndëve që ne po trajtojmë nëpërmjet përkthimeve ose intervistave. Më e pakta që ruhet kjo fe dhe tiparet e këtij qytetërimi, edhe në situatat më të vështira, është në vetet e njerëzve që janë pjesë e saj dhe pjesë e tij. Pra dhe nëse nuk është e ruajtur në nivel publik apo në nivel politik, më e pakta është në nivel individual, qoftë edhe fshehurazi. Në këtë aspekt, kjo fe nuk është zhdukur asnjëherë, as në Shqipërinë e kohës së komunizmit, ka pasur gjithmonë njerëz të cilët e kanë praktikuar këtë fe fshehurazi. Më pas, pika 53, më shumë kjo dallohet në momentet e praktikimit të shtyllave të islamit, dallohet domethënë që mund të dallojnë popujt e tjerë, siç janë namazet, veçanërisht bajramet, dhe këtë mund ta ilustrojmë me faljen e bajramit qoftë edhe në vendin tonë, në videot ilustruese në qytete ndryshme, por edhe në përbot, madje edhe në ato vende që dikur nuk e njihnin fare prezencën e islamit. Po ashtu agjërimi, zakati, haxhi e tjerë. Pika 54, megjithatë akoma nuk e ka arritur nivelin e duhur të organizimit politik dhe të fuqisë ekonomike dhe ushtarake si një trup i vetëm. Pra kjo është diçka që kërkohet prej muslimanëve, por se nuk është realizuar akoma dhe është objektiv për të realizuar në të ardhmen në nivel shoqëror të gjerë. Më pas, pika 55, Hoxha vën në dukje që ka vende që po zhvillohen edhe në këto aspekte, por zhvillimi nuk është ende uniform në të gjithë umetin siç kërkohet. Pika 56, ndër të gjitha vendet që janë pjesë e umetit, një rol të veçantë në dallimin e zhvillimit të tij e kanë disa vende si Shami, Hixhazi, Jemeni e tjerë. Këto pak a shumë janë zemra e botës islame dhe gjithë vëmendja e botës islame është e përqendruar në gjendjen e këtyre vendeve dhe ne dëshirojmë që gjendja e këtyre vendeve të jetë më e mira e mundshme
dhe kjo më pas të pasqyrojë edhe gjendjen e vendeve muslimane në përgjithësi. Pika 57 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse qytetërimi perëndimor e shikon realisht si ortak qytetërimin islam, ndërkohë që shumë prej muslimanëve e shikojnë akoma qytetërimin perëndimor si të tillë. Ndoshta kjo gjë mund të ndodhi më së shumti në vendet e gatishullit arabik, se unë me çfarë kam hasur personalisht, gjithë pjesa tjetër e botës islame e shikon si kundërshtar të hapur perëndimin, ndonse më përpara deri në rënien e Bashkimit Sovjetik e ka pas parë realisht si ortak edhe bashkëpunues. Më pas, pika 58, Hoxha përgjigjet se politika sioniste perëndimore është thellësisht e frikësuar nga zhvillimi dhe organizimi i qytetërimit islam, dhe për këtë gjë jam dakord të gjithë. Pika 59, madje them që jam dakord më shumë se sa frika që kanë nga çdo qytetërim tjetër. Dhe sikur të mos dije asgjë tjetër rreth fushës së gjeopolitikës, kjo do të mjafton, dhe rreth fushës së feve, kjo do të mjaftonte për të kuptuar që kjo fe dhe ky popull dhe këto vende kanë një potencial shumë të madh edhe pse nuk është duke u shfrytzuar maksimalisht për momentin. Pika 59, ai e ilustron iden me shumë libra që janë shkruar nga filozofë dhe mendimtarë perëndimor lidhur me këtë, si dhe me faktin që shkaqet e ngritjes së qytetërimit islam në kohën e Salahudinit studiohen nëpër universitete dhe akademi për t'i parandaluar ato shkaqe. Pra, shkurtimisht mund thuhet që bëjnë çmos për të mos u ngritur muslimanët. Më pas, pika 61 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse perëndimi ka realisht frikë nga fuqizimi i qytetërimit islam, megjithë mungesën e tij aktuale të fuqisë dhe zhvillimit. Pra, një musliman i thjesht mund t'i duket çudi se si mundet që këto vende që kanë gjithë potencial, pra vendet perëndimore për shembull që e kanë arritur një nivel të caktuar zhvillimi, të kenë frikë nga disa vende të tjera apo nga disa popull që nuk e kanë arritur akoma atë dhe që nuk duket se janë shumë afër për shembull për të arritur në një kohë shumë të shkurtër. Dhe mahniten nga prezenca e kësaj lloji frike, ndërkohë që normalisht duhet ishin në një gjendje sigurie. Më pas, pika 62, Hoxha përgjigjet se ata realisht e kanë frikë Islamin dhe muslimanët nëse fuqizohen. Pika 63, burimi i frikës së tyre janë gënjeshtrat që ata vetë kanë shpikur përmes orientalizmit kundër qytetërimit tonë dhe të cilat i kanë shndërruar në pikë reference. Ku më kryesorja që mendoj unë se mund të përmendet në lidhje me këtë gjë është ideja që gjëja muslimanët i konvertojnë njerëzit me dhunë në fenë e tyre, gjë e cila është absolutisht absurde dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë e njerëzimit dhe as nuk ka për të ndodhur ndonjëherë, porse kjo është bërë si një gjë e mirëqen tek ata që kanë shpikur këto gënjeshtra dhe ata që i kanë besuar verbërisht këto gënjeshtra. Më pas, pika 64, për këtë arsye është e domosdoshme që intelektualët tanë të hyjnë në një luftë ideologjike, dhe kjo është brenda kuadrit të përplasjes që përmend Hoxha më herët, ndonse nuk është luftë me armë, për sqarimin e së vërtetës dhe se Islami është mëshirë për botët. Dhe një pjesë e dietarëve tanë janë duke kryer këtë gjë aktualisht dhe duhet të kryhet gjithmonë më shumë në çdo vend dhe në çdo kohë. Më pas, pika 65, për shembull, ndër gënjeshtrat kryesore që ata kanë përhapur është historia e tempullit të Sulejmanit, me të cilën kanë ndërtuar një doktrinë shkatërruese për popujt e botës, doktrinë e cila është prezente nëpër qeveritë e Amerikës, Britanisë, Gjermanisë e tjerë, brenda kuadrit të kishës protestante dhe edhe në këtë rast ata e kanë anashkaluar plotësisht këndvështrimin islam të çështjes. Pra, pretendimi që kanë nxjerrë sionistët është që mbreti Solomon, që ne konsiderojmë si profet Sulejmani alayhis salam, ka ngritur një tempull, ndërkohë muslimanët e konsiderojnë që ky tempull në të vërtetë nuk ekziston, por thjesht ai ka bërë një restaurim gjigant të xhamisë Aksa, e cila është ndërtuar që në kohën e profetit Jakub dhe Ibrahim alayhis salam, dhe më pas ajo është shkatruar dhe është rindërtuar sërish në kohën e babilonësve, po ashtu edhe në kohën e romakëve, ndërkohë që ata pretendojnë që tempulli i tyre i tretë, mbas këtyre shkatrimeve, pra mbasi është shkatruar ajo që ka ndërtuar Solomoni, pretendojnë që do të ndërtohet kur të shkatërrohet xhamia Aksa dhe për këtë arsye po përpiqen ta shkatërrojnë xhamin Aksa, pra izraelitët e sotshëm, qeveria e tyre ekstremiste, dhe
këtë lloj ideje mbështesin edhe një pjesë e evangelistëve të krishterë, sidomos në botën perëndimore, madje edhe në nivele të larta politike, që personalisht unë mendoj që ata prishtrinë që thonë kështu në të vërtetë nuk janë gjë tjetër veç se agent sionist, por një pjesë e njerëzve, besimtarëve të thjeshtë, i ndjekin ata verbërisht dhe besojnë që Jezu Krishti do të kthehet më shpejt në tokë për të vënë drejtësi, në rast se ata i ndihmojnë Izraelin në të gjitha padrejtësitë që po bën, për të përparuar sa më shpejt dhe sa më shumë. Kjo ka bërë që ata të kthehen në një vegël në dorë të sionistëve dhe këtë e konstatojnë edhe vetë të krishterët protestantë brenda të njëjtëve vende, dhe madje deklarojnë këtë gjë publikisht që kjo bie ndesh me doktrinën reale të Biblës. Kjo bie ndesh njëkohësisht edhe me logjikën dhe kjo bie ndesh njëkohësisht edhe me Islamin. Sepse Xhamia Aksa ka qenë aty që më përpara, pavarësisht ndërtimeve dhe rindërtimeve dhe restaurimeve që janë kryer, dhe nuk ka asnjë tempull qifut që të ketë pasur lidhje ndonjëherë me atë tokë. As në këndvështrimin historik, as në çfarëdo lloj këndvështrimi tjetër fetar, por është shpikje e pastër, si shumë shpikje të tjera të sektit sionist satanik. Më pas, pika 66 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse qytetërimi ton i nevojitet në një sistem i ri, ndryshe nga ato që mund të jenë prezente aktualisht për të lulëzuar sërish. Pika 67, Hoxha përgjigjet se kjo fillimisht ka nevojë për konsultim ndërmjet qeveritarëve dhe popujve, në mënyrë që të arrihet forma më e mirë e zhvillimit të një projekti të përbashkët. Pika 68, për shembull, edhe me ndarjen aktuale të kombeve, nëse secila prej tyre bëhet përfaqësuese e disa vlerave të përbashkëta, mund të ndërtojnë në një formë të dobishme bashkëpunimi. Pika 69, për shembull, Bashkimi Evropian është ndërtuar mbi këtë parim dhe funksionon si një projekt i vetëm i përbashkët ndërmjet vendeve të atij kontinenti. Pika 70, edhe disa prej vendeve tona, si për shembull Saudia, Pakistani, Turqia dhe të tjera, në të ardhmen ndoshta, po shfaqin shenja se mund të ndërtojnë një lloj marrëdhënie bashkëpunimi dhe ndihme të ndërsjellë të ngjashme, pra nëpërmjet marrëveshjeve ndërshtetërore. Pika 71 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse marrëveshjet bashkëkohore për mbrojtje reciproke ose ndihmë të llojeve të tjera ndërmjet shteteve janë mënyra e duhur për të ndihmuar qytetërimin ton të ngrihet. Pika 72, Hoxha përgjigjet se shtetet mund të ripërtërinë vetveten kohë mbas kohe dhe se kjo ka ndodhur edhe më herët në histori në disa raste. Pika 73, ai shton se logjika dhe dialogu ndërmjet individëve dhe popujve gjithmonë jep rezultate. Pra tregon objektivin dhe një mënyrë ose një mjet për arritjen e objektivit. Dhe ndër të tjera kemi dhe hadithin e njohur të profetit sallallahu alaihi wasallam, në të cilin përmendet që në krye të çdo 100 viteve Allahu përzgjedh një person nëpërmjet së cilit ripërtërin fen tek njerëzit. Në komentimin e këtij hadithi, një pjesë e dietarëve janë të mendimit që ky person e ripërtërin për ummetin në përgjithësi, por ka edhe të tjerë që thonë që kjo lidhet me vendin dhe kohën. Pra ai mund ta ripërtërijë fen brenda kuadrit të një populli në një zonë të caktuar gjeografike në një kohë të caktuar, jo domosdoshmërisht për gjithë ummetin. Pra mundet që të ketë ripërtëritës të ndryshëm në vende të ndryshme edhe në të njëjtën kohë. Për shembull, njëri të ndodhet në Afrikë, tjetri të ndodhet në Europë, tjetri të ndodhet në Azi e kështu me radhë. Më pas, pika 74 e pyet intervistuesi Hoxhën përse pikërisht në këtë moment po zhvillohen përpjekje për ribashkimin e Libisë, duke vënë në dukje që ai është zgjedhur si këshilltar në Këshillin e Pajtimit të Vendit. Pika 75, Hoxha e fillon përgjigjen duke treguar se përpjekjet për pajtim dhe ribashkim nuk janë ndërprer kurrë që nga fillimi i trazirave në vendin e tij. Pika 76, më pas përmend se sa herë ka paqëndrueshmëri në aspektin qeveritar të një shteti, njerëzit fillojnë vetvetiu ta kërkojnë sigurinë nëpër fiset përkatëse dhe fiset kanë luajtur një rol pozitiv në garantimin e një pjese të sigurisë në vend sipas takatit. Faktikisht nuk është e thënë të jetë me patjetër fisi, dhe pse unë mendoj që fisi mund të jetë një nga opsionet më të mira ndoshta në këtë lloj situatash të veçanta, por mund të jetë çfarëdo lloj grupi që arrin të garantojë një pjesë sigurie. Mund të jetë edhe një grup shumë negativ, mund të jetë për shembull edhe një organizatë mafioze në një vend caktuar. Për shembull për ndjekësit e vet në lajmet që ne po na vinë për shembull nga Meksika,
po ka aktualisht një mosprezencë të shtetit dhe luftë ndërmjet bandave me njëra tjetrën të trafikantëve të drogës edhe të krimit të organizuar, secili prej tyre faktikisht mund të garantojë për një pjesë të njerëzve të vet një nivel sigurie, ndonse veprimtaria e tyre është negative. Pra nuk është e thënë të jetë me patjetër fisi, por në botën islame lidhjet farefisnore vlerësohen. Dhe për këtë arsye edhe është fisi zakonisht. Dhe Libia, duke qenë një vend me popullsi pothuajse plotësisht muslimane, këtë opsion ka gjetur për zvogëlimin e dëmit në situatën e vështirë në të cilët ndodhet, dhe si gjithmonë situatat e vështira në botën islame në këto 30 vitet e fundit, ose 20 vitet ose 20 deri në 30 parafërsisht, kanë ardhur prej sektit sionist, duke përdorur si vegël gjithmonë vendet perëndimore me qeveritë dhe ushtritë e tyre. Më pas, pika 77, megjithatë, akoma nuk është arritur një marrëveshje përfundimtare bashkimi në nivel politik të përgjithshëm ndërmjet palëve. Pra po flasim gjithmonë për kontekstin libian, ngjelet e përçarë Libia midis lindjes dhe perëndimit. Pika 78 e pyet intervistuesi Hoxhën se çfarë drejtimi mund të marrë rasti i Libisë, duke ditur që shumë shtete rrëzohen pikërisht nga mosmarrëveshjet e brendshme. Pika 79, Hoxha vë në dukje që ka njerëz që u japin përparësi interesave të tyre të ngushta kundrejt interesit të përgjithshëm të popullit dhe janë të prirur të bashkëpunojnë me forcat ndërhyrëse të jashtme në dëm të vendit të tyre, dhe kjo është një dukuri shumë negative, por është e pashmangshme. Më pas, pika 80, në të njëjtën kohë ka përpjekje pozitive si nga brenda vendit edhe nga jashtë, siç janë vendet mike të botës arabe, të cilat dëshirojnë bashkimin e Libisë. Pika 81, ndërkaq pajtimi mes njerëzve është prej gjërave që sheriati i vlerëson. Pika 82, ndërmjet besimtarëve kjo ka një vlerë akoma dhe më të veçantë. Pika 83, Islami na i ka treguar të gjitha hapat që duhet të ndiqen në rast konflikti ndërmjet besimtarëve për të arritur deri te pajtimi. Dhe kjo është përmendur tek Surja Huxhurat dhe këto ajete i citon Hoxha gjatë ligjëratës. Më pas, pika 84, kur gjërat rregullohen sipas sheriatit Allahut, nuk ka fitues dhe humbës, pra që të mos i ngeli qefi asnjërs palë, por vetëm drejtësi dhe mëshirë, pra arrihet ajo mirëqenie që kërkohet në fund fare të problemit. Pika 85, e pyet intervistuesi Hoxhën se ku e çojnë ummetin ngjarje si këto që kanë ndodhur vitet e fundit në Libi, Siri, Irak, Yemen e tjerë. Pra me këto luftrat përçarëse që kanë ndodhur në këto vende të cilat i kemi dëgjuar tashmë. Pika 86, Hoxha përgjigjet që kjo e ndihmon rigjallërimin e ummetit, sepse bëhet fjalë për lirimin e popujve nga diktaturat të ashpra që e mbanin lidhur, veçanërisht rasti i Sirisë, që nuk ka pasur rast të ngjashëm që prej rënies së shtetit osman në botën islame. Faktikisht, unë mendoj që ka pasur raste deri diku të ngjashme për nga ashpërsia dhe për nga egërsia e armiqësisë së diktaturave kundrejt popujve musliman, por nuk ka pasur ndoshta rast të ngjashëm në aspektin e suksesit të arritur nga kryengritja dhe lëvizja për vendosjen e drejtësisë dhe për kthimin e normalitetit. Në këtë aspekt, domethënë, Siria mban rekord. Më pas, e lut Allahun, pra Hoxha, për ndihmë dhe sukses për muslimanët në atë vend dhe më gjerë. Më pas, pika 88, e pyet intervistuesi Hoxhën lidhur me ngjarjet në Gaza që nga tufani Aksa dhe pafuqinë arabe për ta përmirësuar situatën dhe sa i rrezikon kjo gjë aplikimin e sunetit të Allahut mbi këta robër të tij me zëvendësimin me një popull tjetër që nuk do të jenë si ata. Pra është merakull që ndoshta nuk po kryet detyra mjaftueshëm dhe do të largohet ky popull sepse nuk është për këtë punë, do të vijë një popull tjetër më i mirë se ata që do ta kryejë këtë punë. Dhe kjo është prej suneteve të Allahut dhe kjo përmendet qartësisht në Kur'an dhe në Sunet. Pika 89, Hoxha përgjigjet se zëvendësimi ndodh brenda për brenda ummetit, pra ikën një brez ose një grup besimtarësh dhe vjen një tjetër më i mirë. Pra nuk është për tu parë me sy negativ kjo gjë, por kjo është një burim merakull për personat që nuk kryejnë detyrën siç duhet. Për ata po është gjë negative, kurse për ummetin nuk është gjë negative, por është në pritje të një efekti pozitiv. Më pas,
pika 90, po ashtu ai rrëfen se gjërat e ngjashme kanë ndodhur edhe më herët, madje nëpër masa më të mëdha në umet sesa tragjedia e Gazas, si për shembull në Marok, në Algjeri, në Libi e tjerë. Dhe kjo është shumë e vërtet, pavarësisht se veçoria e genocidit në Gaza është që është filmuar i gjithë live. Nëse genocidet e tjera kanë ndodhur dhe nuk i ka parë dikush drejt për drejt për njerëzve që nuk kanë qenë prezent aty, genocidin e rripit të Gazës e ka parë gjithë bota. Dhe muslimanët mendoj që kanë bërë një luftë shumë të mirë organizuar në këtë rast, sepse kanë filmuar çdo gjë. Edhe operacionet ushtarake janë filmuar, por edhe civilët janë filmuar në çfarë lloj konteksti dhe çdo kush ka mundësi ta ndjekë live dhe ta shikojë vetë se çfarë po ndodh. Dhe në këtë aspekt, rrjetet sociale, edhe pse janë prodhuar për të na kontrolluar dhe për të na spionuar, por kanë pasur një efekt pozitiv sepse janë përdorur nga individ për një gjë pozitive. Dhe askush nuk ka pasur mundësi, pavarësisht përpjekjes për censur, që ta ndalojë vrrullin dhe valën e madhe të informacionit të saktë që po vjen prej këtyre vendeve nga burimet pavarura. Ndërkohë që ishim mësuar deri para një 10 apo 15 vjetësh, para rrjeteve sociale, kur gjithë median e kontrollonin sionistët, që të dëgjonin vetëm versionin e tyre të ngjarjeve. Kurse tani kemi mundësi të dëgjojmë të gjitha palët dhe kjo është shumë pozitive për botën. Dhe kjo e bën që e vërteta të përparojë dhe kuptohet që ne duhet t'i përdorim mjetet teknologjike për mirë dhe jo për keq. Më pas pika 91, në fund Allahu i ka ndihmuar forcat e lirisë dhe rezistencës në të gjitha këto vende dhe heronjtë e këtyre luftrave janë bërë yje për gjithë umetin, jo vetëm për vendin e tyre. Madje mund të themi që ata janë bërë yje ndonjëherë edhe për njerëz të tjerë që janë jashtë botës islame, por të cilët shikojnë tek këto figura virtyte pozitive të cilat duhet i ketë dikush që lufton për liri dhe reziston në mbrojtje të drejtave. Pika 92, edhe rezistenca palestineze është e pamundur të mposhtet dhe të azgjësohet dhe do të fitojë në fund, sepse këtë mesazh e jep feja islame në shumë vende për rezistencën në të mirë. Pika 93, e pyet intervistuesi Hoxhën nëse është e mundur që ashtu siç e ka marrë flamurin e islamit më herët në histori shteti Memluk dhe më pas Osmanët pas rrëzimit të Bagdadit, ta marrë sot atë flamur në një popull tjetër nga muslimanët jo arab, si për shembull turqit apo popujt e Azisë apo muslimanët e Europës dhe Perëndimit, duke pasur parasysh që ata kanë luajtur rol të rëndësishëm gjatë tufanit Aksa. Pika 94, Hoxha përgjigjet që Allahu ja jep udhëheqjen e këtij umeti kujt të dëshirojë dhe se kriteri për ta merituar atë është devotshmëria dhe jo gjenealogjia. Pra, kjo gjë mund të ndodhi, pavarësisht se ne nuk e dimë saktësisht do të ndodhi apo jo. Pika 95, e pyet intervistuesi Hoxhën nëse është e mundur që në të ardhmen ta udhëheqin umetin popujt të cilët nuk flasin arabisht. Pika 96, Hoxha përgjigjet që kjo nuk është e mundur, sepse arabishti është gjuha e fesë dhe si e tillë mësohet detyrimisht nga çdo popull që arrin pozitë në projektet në shërbim të fesë, edhe nëse nuk e ka gjuhën e vet të lindur. Pra, qëllimi është që ata nuk e kanë gjuhën e vet, gjuhën arabe, por kjo nuk do të thotë që nuk e flasin arabishtën. Sepse detyrimisht që ti ta kuptosh fen sa më mirë, dhe ta aplikosh sa më mirë dhe të merresh vesh me vendet e tjera muslimane, arabishtja është një mjet i jashtëzakonshëm, është pothuajse i domosdoshëm. Është shumë afër të domosdoshmes dhe rrjedhimisht nuk mund të ndodhi që të udhëheqë botën islame një popull dhe të mos di arabisht. Dhe këtë gjë kemi parë më herët edhe tek osmanët, në të cilët në rastin e së cilëve arabishtja ka qenë shumë e përhapur dhe me një rëndësi shumë të madhe dhe alfabeti ka qenë arab, qoftë tek osmanishtja, qoftë edhe tek shqipja, që këtë duhet të dinë shqiptarët pavarësisht se shumica e tyre nuk e dinë, dhe është zëvendësuar me shkronja latine vetëm në kohën e pushtimit laik ekstremist antifetar. Dhe në të njëjtën kohë Sultan Abdul Hamidi ka pasur si objektiv që ta bëjë arabishtën gjuhë zyrtare të shtetit të tij. Ndonse për këtë gjë e kanë penguar kundërshtarët e tij politik dhe nuk u realizua ndonjëherë, ashtu si dhe projekte të tjera që ai ka pasur. Ama rëndësia e arabishtës ka qenë prezente brenda shtetit osman, të cilët nuk e kishin gjuhën e tyre, dhe kështu do të jetë edhe nëse del një popull tjetër jo arab, i cili merr udhëheqjen e umetit. Momentalisht jemi në minutin në 1 orë e 15 minuta të ligjëratës, ndërkohë që kaq është edhe gjatësia që ka pasur vetë intervista e Hoxhës, por përkthimi jonë zgjatet për shkak të shpjegimit të kontekstit të disa gjërave
në mënyrë që pikat e përmbledhjes të kuptohen më mirë, dhe për këtë arsye mund të ndodhi që përkthimi të zgjasim më shumë se sa vetë intervista, por se shpresojmë që do të jetë në çdo rast e dobishme në mënyrë që ta kuptoj një person i çfarëdo lloj niveli. Edhe sikur mos ke dëgjuar ndonjëherë asnjë analizë rreth historisë apo rreth gjeopolitikës apo rreth fesë apo rreth çështjeve të tjera. Më pas, pika 97 e pyet intervistuesi Hoxhën nëse jemi në prag të khalifatit të udhëzuar, bazuar mbi njohuritë dhe përvojën e tij në fushën e historisë. Pra këtu vjen thelbi i intervistës. Pika 98, Hoxha përgjigjet që shteti në Islam duhet të ndërtohet mbi bazën e drejtësisë, lirive, të drejtave, këshillimit dhe nuk ka domosdoshmërisht pamjen e ngushtë që përshkruajnë orientalistët. Pika 99, këtë pamje e shikojmë më së miri në periudhën e khalifëve të drejtë. Pra atë pamje që ka pasur atëherë, atë pamje duhet të ketë edhe sot e kësaj dite. Pika 100, baza qëndron te Kurani dhe Suneti, pra që janë burimet e marrjes së diturisë fetare. Pastaj hollësitë e imta të çështjeve administrative, kushtetutave dhe mënyrës organizimit të punëve mund të ndryshojnë brenda disa kufive nga populli në popull. Nuk është të thënë që çdo krahinë e shtetit islam do të jetë 100% uniforme dhe 100% homogjene në këtë aspekt. Mund të ketë edhe ndryshime, për aq sa e lejon ijtihadi ndryshimin, dhe jo ndryshime në nivelin kundër ixhmaut, për ata që e kuptojnë terminologjinë e shariatit. Më pas, pika 101, Allahu e di më së miri formën e saktë që do të ketë khalifati i ri, ai mund të jetë edhe një bashkim ndërmjet vendeve muslimane ekzistuese dhe mundet që khalifi të jetë udhëheqësi i këtij bashkimi. Pra ky është një supozim, nuk është e thënë që duhet të merret si absolute kjo që përmend Hoxha në këtë pikë, por është një prej mundësive ekzistuese. Ama mundet edhe që këto kufi të fshihen fare. Të gjitha janë të mundshme. Unë personalisht jam i mendimit që këto kufi do të fshihen fare dhe mendoj që kjo do të ndodhi jo vetëm me qytetërimin islam, por dhe me qytetërime të tjera, siç është qytetërimi ortodoks apo qytetërime të tjera të cilat po lulëzojnë sot e kësaj dite dhe që mund të jenë ndarë në disa shtete nacionaliste. Më pas, pika 102, por e sigurt është që në atë kohë qytetërimi ynë do të ketë fuqi në aspektin shpirtëror, edukativ, ekonomik, ushtarak, politik e tjerë. Pra do të jetë shumë i dallueshëm. Madje unë mendoj që në botën e re multipolare që po formohet, poli islam do të jetë poli kryesor. Personalisht jam i këtij mendimi dhe mendoj që ka potencialin e mjaftueshëm dhe thjesht duhet të shfrytëzohet mjaftueshëm ky potencial që t'japi rendimentin që kërkohet. Dhe kuptohet që nga ana jonë si musliman duhet bëjmë përpjekjen tonë modeste, secili me mundësitë që ka për të realizuar këtë lloj objektivi. Më pas, pika 103, e pyet intervistuesi Hoxhën nëse mundet çdo individ në umet të japë ndonjë farë kontributi në realizimin e këtij objektivi të madh, duke qenë se shumica e popullit të thjesht arab sot realisht ndjen një lloj pafuqie në raport me këtë. Hoxha përgjigjet që thelbi i kësaj qëndron te kthimi te libri i Allahut dhe te tradita profetike dhe te mënyra të menduarit e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe e sahabëve në lidhje me situatat e ndryshme individualisht dhe në grup. Pika 105, nëse nuk aplikohet kjo gjë, do të vazhdoj gjendja të jetë gjithmonë një lloj ose edhe në përkeqësim. Ne kemi modelin, duhet thjesht që ta ndjekim, të bëjmë përpjekjet tona për ta aplikuar sa më mirë, duke u mbështetur Allahut. Rezultati nuk është në dorën tonë dhe vlerësohemi për përpjekjet dhe jo për rezultatin në ditën e gjykimit. Pika 106, ne duhet të jetojmë me biografitë e shembujve që na jep feja dhe historia jonë dhe më pas suksesin dhe qëndrueshmërinë e sjell vetëm Allahu. Nga ana tjetër duhet përmendim që mundet që disa pjesë të botës islame të ngrihen, mundet që disa të tjera të rrëzohen, mundet edhe që disa të jenë konstante, as në ngritje as në rënje. Edhe ky opsion domethënë ekziston, se nuk specifikohet nga diçka, as nga feja, as nga analizat e gjeopolitikës, që të themi që do të marrë patjetër një drejtim çdo pjesë e botës islame. Megjithatë, ajo që ne dimë nga argumentat fetare është që ndonse deri në kohën e Imam Mehdiut, kur Allahu ta përzgjedhë atë në këtë botë, deri në atë kohë muslimanët akoma nuk do të jenë të bashkuar brenda një trupi të vetëm, një shtet i përbashkët për gjithë muslimanët e botës, ndërsa në atë moment do të unifikohen plotësisht. Ne nuk e dimë se kur do të jetë ajo kohë, por
përpjekjet për realizimin e kësaj do të fillojnë përpara Imam Mehdiut. Më pas, pika 107, një pjesë e vendeve islame sot kanë arritur në gradën e qëndrueshmërisë, ajo që quhet në arabisht temkin, dhe me këtë dukurinë e temkinit, hoxha është marrë jashtë mase shumë. Madje edhe temën e diplomimit, nëse s'gabojmë, ka pasur rreth argumentave fetare që flasin për këtë çështje. Kështu që nuk ka njeri më të përshtatshëm se ky për mendimin tim që mund të flasë rreth kësaj. Më pas, thotë si për shembull Turqia, Afganistani, Siria dhe disa të tjera janë në fazën e testimit, të cilin nëse kalojnë me sukses, do të arrijnë në gradën e qëndrueshmërisë gjithashtu. Dhe unë mendoj që shumica e botës islame është në gradën e testimit. Një pjesë mund të jetë edhe në gradën e rënjes, ndoshta për botën arabe mund të them që i shikojnë në gradën e rënjes, por shpresoj të kalojnë sa më shpejt në gradën e testimit dhe më pas në gradën e qëndrueshmërisë për nga rëndësia e madhe që ata kanë në gjithë umet. Më pas, fjala ime, pra këtu mbaron intervista, mendoj që edhe shumë vende do të arrijnë gradualisht këtë grad, edhe duke u ndihmuar me njëra tjetrën sipas mundësive dhe duke punuar fort, por friksohem se ka edhe vende që po kalojnë nga gjendja e rehatisë në gjendjen e dobësisë, gjë të cilën nuk e urojmë. Ne urojmë që gjithë qytetërimi ynë të zhvillohet në mënyrë uniforme, të arrijë qëndrueshmërinë dhe të realizohet me sukses kalifati i ri sipas metodës profetike dhe Allahu të jetë i kënaqur me ne. Këtu mbyllet kjo përmbledhje për të vazhduar në videot e mëpasshme me përmbledhje të tjera të ngjashme inshallah, ashtu edhe me përkthimet e lëndëve të tjera, ndërkaq që kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Rahman, Rahman,